Ka dhe burra që shitën, ka plot burra që një që bojnë edhe ata një shitje të trupit vet. I përkraj shitjet e trupit, po nuk i përkraj shitjet e shpirtit. Burrat me bo, shumë është letë më redha, ata e kanë të njëjtin sen, të njëjtën qysh ashtu. Me banica me kere me krejt njëjtë është. Unë jam pro edhe nëse janë të bo sex work apo din, unë jam pro, se s'ka lidhje, se s'ka gjithë tjetër mënyrë edhe pi fiton parat qashtot edhe pi del ma mirë. Në atë punë ka shumë probleme, apo nuk t'vin, vjen ajo qonta, apo t'vin 100 milion probleme tjera mrapa me atë qontë. A menon që kesh mujt një femë në Kosovë ose një gru në Kosovë, me qëto qa pishohem na, dhe më thonë që shumë qoftë në drejtë sociale, qoftë në emisione televizive, që kishin mujt me përkrah burrin e vetë dhe kishin mujt me thonë po më rënë e maj, edhe nëse është ky pa punën e ka me maj. Po bërë, ka një plot grane që e bojnë këtë sen. Atë një plot gra që e bojnë këtë sen, po një edhe plot bura që e bojnë këtë sen. Se po në anko e ndjem që femnat përqisin shumë kushte, blemat që tanë dash më po me ty. Ama edhe ata lo t'i ndrojnë gratë. Dhe lo t'i dinë që gjithë shka që është materiale nuk e të po. Qëre, ka njerë menoj që edhe burat e kanë kriju një letësim që është to. Ato peshojnë që nuk e kanë një liri mrana shpisë, ose diçka të ju mungu, ose që po dijon e qa, edhe fillojnë me materiale, me lyp materialen, edhe dikur vallaj që ato punën e 42 euro një qantë, më do këtë pak. 42 euro? 42.000 euro, 42 euro. Se 42 vlera gjithë të vetë, po besoj. 42.000 euro një qantë, që po të vynë braja qantë, apo kupton, që kemi shtive në atë qantë, edhe që kemi budu kruga, si më promenadë që aty edhe kur gjëveq, Kush i ka standardet disollit me rruga që i kena me vlik 42.000 euro qantë? Pa dhe brej paske, po ka piqeq Jo, ato unë menoj që pare një ndim. 20 vjeqare, një 24 dhe 26 nuk mundet mi pas kushtet nëse punon vetë fjalla. Nëse se ka një familje të pasën, me vle një qantë qaq. Qëre tashën unë menoj që edhe na du të mu konë edhe, unë jam pro edhe nëse janë të bo work me sex work, apo din, unë jam pro, se s'ka lidhje, se s'ka gjithë tjetër mënyrë edhe pi fiton parat qashtot edhe pi del ma mirë, le të vazhdojnë, apo kupton, ajo është qashtot, po don me kriju jetën e vetë, se thatë në atë punë ka shumë probleme, apo nuk t'vin, vjen ajo qonta, apo t'vin 100 milion probleme tjera mrapa me atë qontë, ose me atë kertë bukur. Pa e ka zgjedhë qashtu, në jam pro dhe qasajna, pëse qashtu po don me jetu, se edhe ka dhe burra që shitën, nuk është nej farë, ka plot burra që një që bojnë edhe ata një shitje të trupit vetë dhe... Cilat janë fjalët e tyre po më interesan? Çka thonë zakonisht? Sa është e vështirë për një burr me bo çit punë pra? Burrat me bo, shumë është letë më redha, ata e kanë të njëjtin sen, të njëjtën qysh ashtu. Po me banica me kere me krejt njëjtë është. A hekin edhe ata se për femën dyqysh të më konë ma e vështirë? Po normal që hekin, se ti nuk e zgjedh më ndjenjan, ti e zgjedh materian. E kur nuk ki ndjenja për qatë njëre, me të leun që ato me flajt me dikon që s'ki ndjenja, është. Atë nuk është letë. As për kiton, as për aton, Këtu e nësane që ata kanë gjithë është me jetu, dhe na nuk mina mi ndërhymi i thonë, o, ti pëse s'po bosh, se që aty o problemi moralit, nuk kamere ajo, e vetë po do me zgjedhë që aty me bo, edhe që ashtu po do me shkudim, fond, na kina zgjedhë është ta ma të vështirë jetën, se në fund ditës, krejt diçka po shesim. Nëse jo që atë trupin po shesim kamën, po dhem kama që po renull në laptop, edhe nëse që kapitalizmi ti merë kejt copat e trupit, dikush për shërë trunën, edhe na gjithë hina tu shi diçka.